Ai ka qenë i mendimit se vendi ku pushojnë dëshmorët e kombit në memorialin në Glogjan është i dedikuar vetëm për dëshmorët që kanë rënë luftë. Mas lufte ai ka qenë, thotë, unë kam qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, mirë po nuk e kam pas fatin me u vrarë në kohën e luftës, kështu që vendi ju takon vetëm dëshmorëve. Me Bardoshin, me shokët e lëvizjes, ata e krijojnë lëvizjen për shlerimin e viseve shqiptare të Kosovës edhe jashtë Kosovës. Këtu në shtëpinë tonë që kjo grupi i Deçanit, për komiteti i Deçanit në përbërje prej 11 anëtarëve. Shumica prej tyre sot nuk janë. Në momentin kur ka filluar lufta, Nimon Mustafaj kyqet në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës bashkë me 4 djemtë, po bashkë edhe me krejt familjen Mustafaj. Disa nga kujtimet dhe dëshmitë e veprimtarisë së babait të tij të ndjeri ruan me kujdes në telefonin e tij, ndërsa të tjera në dokumente të shtypura. E bën këtë nga frika se me kalimin e kohës mund të zbehen ose të harrohen krejtësisht gjurmet e një jete të tërë të kushtuar çështjes kombëtare. Fadil Mustafaj flet me krenari për babain e tij, një veprimtar nga Glogjani i Deçanit, emri i të cilit mbetet pak i njohur për një pjesë të opinionit publik. Megjithatë, kjo ishte pikërisht ajo që Nimon Mustafaj kishte zgjedhur gjatë gjithë jetës së tij, të vepronte larg vëmendjes duke lënë që puna dhe kontributi të flasin vetë. Madje edhe në amanetin e fundit kërkoi të mos prehej në kompleksin e dëshmorëve, por pranë bashkëfshatarëve të tij, sepse sakrificën e atyre që ranë për liri e konsideronte gjithmonë më të madhe se të tijen. Prindi ka ndruar jetë me datën 28 shtator të vitit 2023. Meqense se ka qenë profesor i historisë dhe i gjeografisë, ai ka qenë i mendimit se vendi ku pushojnë dëshmorët e kombit në memorialin në Glogjan është i dedikuar vetëm për dëshmorët që kanë rënë luftë. Mas lufte ai ka qenë, thotë, unë kam qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, mirë po nuk e kam pas fatin me u vrarë në kohën e luftës, kështu që vendi ju takon vetëm dëshmorëve. Dhe është varros në varrezat e reja të fshatit që janë një lokacion i ri afër shkollës. Kështu e ka cek. Thotë, unë si historian edhe si gjeograf, meritokracia në varrezat e dëshmorëve i takon atyne që janë vrarë në kohën e luftës. Normale, ato meritokracia e secilit metet, do të metet në përjetësi, në vazhdimësi, gjithë aty në njerëzve që kanë dhënë, kanë kontribu, janë sakrifiku për këtë vend, po kështu kanë rrjedhë ngjarjet. Edhe ne si familje, atëre kemi marrë si obligim, me vetë financim, ja kemi rregullu, ka qenë projektues vllau arkitekt, edhe djali jam arkitekt, e kanë projektu, domethënë, dizajnin, edhe është edhe dëshmohet edhe përmes fotos në rastin e përvjetorit. Me të tilla virtyte Fadili kujton që u rritë dhe u formsua e atë periudhë e quan të artë, sepse vlerën e atëhershme sot e kupton më shumë se kur. Është një kohë cilën duhet ta kujtojmë me nostalgji për arsye se ne na kanë ofruar një edukim të shnosh prind ton në atë kohë, një edukim që ndërlidhet me atë dhe dashurinë, me mirësinë edhe mirësjelljen ndaj njerëzve, me humanitetin që duhet t'i ofrohet, t'i ndihmojmë njerëzit me nevojë dhe të kemi, obligim kujdesin ndaj familjes, ndaj vendit, po gjithsesi edhe me edukim të shnosh të ecim përpara në mënyrë që të krijojmë breza të ri që kanë me na zaventsu. Normal që kanë me na zaventsu për mirë fjala. Kjo ka qenë një periudhë që
na ka primos gjenetiken tonë të asaj gjenerate dhe jemi rrit me atë dashuri. Po, kur kthehem shumë vite mrapan në shkollën fillore, në atë kohë vitet, sidomos vitet e represionit, sidomos viteve 80-ta, kur kanë ndodhur ato ngjarjet që kanë qenë edhe si udhë rrëfyes, edhe prindi, edhe bashk veprimtarët e prindit, edhe gjithë njerëzit, gjithë populli, gjithë kombi, që ka qenë i angazhuar që të rezistoj, domethënë gjitha represalive, atyne veprimeve jo të pranueshme të regjimeve të kaluame, qëllimi i tyre ka qenë që ne si gjenerat mos mu rrit në frymën e edukimit shnosh, që kemi marrë si dhuratë prej edukimit prindor, mos mu rrit me edukimin pra dhe dashurin, mos mu rrit me edukimin me dasht popullin ton, me dasht lirinë e këtij vendi, që si dëshmi është edhe lufta e fundit ku shumë djem e vajza janë fliju që gjenerata të tjera të jetojnë një jetë lirë, një jetë pa brenga, një jetë pa tortura, një jetë pa represalje, një jetë pa presione. Pra, ne kemi pas fatin mi përjetu këto presione, këto veprime të regjimit atëhershëm, edhe unë e kom përjetu si nxënës i asaj kohe, në shkollën fillore, domethënë kemi qenë të veshgum për cilën nga njerëz të porositur nga regjimi i asaj kohe, se si kemi sjelljet, çka flasim, me kon shoqënohem, çfarë veprime bëjmë, edhe në shumë raste ka pas raste në atë kohë që edhe janë përjashtu shok gjenerates, shoqe, veç pse kanë qenë me edukim të mirë, me edukimin atë dashurisë, me edukimin me dashur këtë vend, me dashur njëri tjetrin. Kjo ka qenë domethënë një periudhë të cilën unë dhe bashkë moshatarët e mi e kemi përjetuar dhe e kemi kalu dhe duhet ta arhivojmë, ta kujtojmë me nostalgji. I rritur në mesin e një familje të madhe me babain që ishte mësimdhënës, veprimtari pandalur, falti, a i thot që së bashku me vëllezërit dhe motrat të gjithë u shkolluan. Unë i takoj domethënë familjes e cila ka pas 6 fëmijë, prej tyne kam 2 motra dhe 4 vllazën. Prindi për cilin me krenari e përmeni që ka qenë një veprimtar, një strateg, një udhërëfys, një intelektual, një profesor që ka eduku breza e breza, e ndërta edhe fëmijët e vetë. Na 6 fëmijë, që të 6 ka investu në shkollim, domethënë që të 6 kemi përfunduar fakultetet, jo të njëjta. Unë kam pas fatin, kam qenë unë edhe vllazërit e motrat, kemi qenë nxënës të mirë, shkëlqyshëm në atë kohë, kemi kryer gjitha obligimet si nxënës dhe orientimi im ka qenë për drejtimin e mjekësisë. Në atë kohë në gjimnazit Vëllezërit Frashi kam kryer drejtimin teknik laborant i mikrobiologjisë, i orientuar për mjekësi. Mirë po për shkaqe politike nuk mu ka lejue regjistrimin në fakultetin e mjekësisë dhe pa dëshirën time o dasht pa tjetër me regjistru një fakultet edhe kam kalu në fakultetin e bujqësisë, të cilin unë e kam përfundu me sukses pa përsëritje të vitit dhe kam rri me kurorëzu me sukses me titullin inxhinier i diplomum, sot edhe me titullar tjerë, por nuk është më rëndësi, edhe jap kontributin tim në profesionin të cilin unë e mbuloj, domethënë në Institutin Bujqësor të Kosovës, e për të cilin plaku kur ka qenë gjallë, Rahmetlia, ma thot një thanje të cilin unë e kujtoj me nostalgji, se thot
kur do që të largohem për kësaj jete, unë jam i plotësuar si prind, me qenë se duka dhonë mundësia dhe rasti me punu në një institucion kredibil, që është ka emër të madh Instituti Bujqësor i Kosovës, që është me Selin e Pej, dhe jenë profesionin për cilin ki thonë, kontribut. Gjithë vëllezërit e motrat kanë profesione ndryshme, prej tyre kemi inxhinierët elektros, profesorët gjuhës angleze, gjuhës shqipe, jurista, vëllavi i vogël është arkitekt. Dërsa fëmijët e mi, unë jam i martuar, nuk e thash në fillim, kam pas fatin me shoqen e jetës, është profesoreshe e biologjisë e zonës së Prizrenit, kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë, 2 vajzat, njëna ka krye edukimin në Universitetin Publik Prishtinë, është e martuar, jeton në Austri, tjetra ka krye gjuhën angleze, po ashtu vitin e kaluar është martuar, ndërsa djali i vogël është arkitekt me profesion, e ka përfunduar para një viti Universitetin për arkitekturë dhe planifikim hapësinor, dhe është angazhuar në Prishtinë me një kompani private e jep kontributin e tij në profesion. Historinë e prindit e rrethen nga ato që i tregoi ai dhe mësoi në jetë, ndërsa shumë të tjera i treguan të tjerët, shokët dhe dashamirët. Prindi unë, Nimon Mustavaj, ka lind me 5 tetit 1938 në fshatin Glogjan, pra këtu, në një familje që ka qenë e njohur në aspektin edhe kombëtar, por që një familje që prioritet e ka pas punën, mirësjelljen ndaj njerëzve dhe me ndihmu njerëzit me nevojë, pa llogarit kompenzim në asnjë moment. Mirë po si familje, ne kemi qenë një familje në atë kohë, familje e fortë edhe në aspektin material, e që nuk kemi leju në asnjë moment edhe kemi qenë shumë të ashpër ndaj armiqve që na u kanë drejtuar në format ndryshme, sikur e cika edhe më herët, presioneve, shantazheve e tjera. Ato që më ka thonë prindi, domethënë shkollën fillore e ka kryer në fshatin Jerzniq. Të mesmen e ka kryer në Pej, në gjimnazin e Pejës në Jarinje, kështu më ka thonë ai, Jarinje. Edhe shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov. Kur e përfundon shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov, me qenë se në atë kohë ishte nevoja e madhe për mësimdhënës, shkolla fillore në Jerzniq me njëherë e angazhojnë si mësimdhënës në Jerzniq. Në vitin 1961, ky veç është i punësuar në shkollën fillore në Jerzniq si arsimtar i landës histori dhe gjeografi, se shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov e ka kryer për drejtimin histori dhe gjeografi. Në vitin 1971, nga shkolla fillore e Jerzniqit transferohet në shkollën fillore Drita në Gramacel. Edhe aty si arsimtar i historisë dhe i gjeografisë. Mirë po pa shkputje nga puna, ky prindi e regjistron Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore në Prishtinë dhe e merr titullin me 1976 profesor i diplomuar i gjeografisë, ku e vazhdon ciklin e punës në të njëjtën shkollë, domethënë në Gramacel, si arsimtar i historisë dhe i gjeografisë. Aty Nimoni ka pas një koleg pune dhe bashkëfshatarin dhe bashkëveprimtarin Smail Haradinaj, me të cilin ka punu tanë kohën në njëjtën shkollë. Dhe se ma vonë edhe në veprimtarinë e njëjtë patriotike e kombëtare. Nimon Mustafaj ka qenë edhe një krah mbështetës i Jusufë dhe Bardosh Gërvallës, së shoqëri që lindi së pari nga miqësitë mes familjeve. Njohja e parë me Jusuf Gërvallën ka ardhur si pasojë, si rrjedhoj, më mirë me thonë si rrjedhoj, e miqësisë që familja jonë Mustafaj e ka pas me familjen Gërvalla. Kjo miqësi është lidhur kur Haxhi Mustafaj, vajza e tij Tusha, është martu për Bardosh Gërvallën, vllave i Jusufit. Këtu edhe ka fillu kontakti i parë i profesor Nimon Mustafajt me Jusuf Gërvallën. Jusuf Gërvallaj në atë kohë, unë e di që ka qenë, sikur ma ka rrëfye prindi kur ishte gjallë, gazetar në Rilindja në Prishtinë, atje edhe ka jetu me familjen e tij. Dhe kontaktet e para i ka nisë në Prishtinë, më thonë në banesën e Jusufit.
Ma vonë kontaktet kanë vazhdue në Dubovik, fshati Jusuf Gërvallës, edhe ma tutje kanë ardhur këtu në Glogjan. Pikërisht takimi i parë që është majt, këtu ku jemi, domethënë në katin nalt, ka qenë përpara 3 ditë kësaj jane para lufte Odat. Odat kanë qenë dhe aty është majt takimi i parë. Në atë takim unë e di që mu nuk më ka lejuar, si fëmijë nuk më ka lejuar me marr pjesë as me qenë i pranishëm për shkaqe të sigurisë në atë kohë se mos më rrjedh informata. Në atë takim ka qenë protagonisti kryesor Jusuf Gërvallaj, Nimon Mustafaj, Smail Haradinaj, edhe Muhamet Ali Selmanaj. Muhamet Ali Selmanaj ka qenë një kryeplak shumë i mençur i fshatit, që është prindi i Nazmi Selmanajt, i Ali Selmanajt, i Rasim Selmanajt, i Besimit, i kështu. Edhe aty është marrë vendimi, janë diskutuar për çështjet e gjendjen aktuale në Kosovë, vështirësitë që i ka populli i Kosovës për gjendjen e vështirë, edhe është marrë ai takim ka zgjatë ton natën. Në atë takim ka marrë pjesë edhe një hoxh që ka qenë imam në Gjakov. Ai hoxh ka qenë me përjardhje prej Vitije dhe Kamenice. Dhe është marrë vendimi që sa më shpejt të krijohet një lëvizje e cila ka me i shtynë të ardhmen, domethënë proceset për që ma vonë kanë pasu me ushtrinjtë lojimtarë të Kosovës edhe kemi ardhur te liria. Sipas tij, nga situata në Kosovë dhe takimet e vazhdueshme të fsheta me syre, lindi edhe lëvizja për çlirimin e vizave shqiptare të Kosovës dhe jashtë saj. Dhe kjo e fundit pati vazhdimsi në formimin e grupit të Deçanit. Takimi i radhës, me qenë se në atë kohë UDB-ja Jugoslave kishte e dim që funksiononte në aspektin e informatave. Dhe kur e kanë marrë informacionin se protagonisti kryesor Jusuf Gërvalla e ka filluar një iniciativë shumë të rrezikshme për ish-pushtetin atëhershëm Jugoslav, i vuhen në gjurmë Jusufit. Dhe Jusufi detyrohet të largohet nga UDB-ja Jugoslave, të largohet nga Kosova bashkë me familjen dhe shkon në Gjermani ku e kishte edhe vllaun Bardhoshin. Atje merr azil Jusufi, qysh ma ka prezentu prindi. Mirë po me Bardhoshin, me shokët e lëvizjes, ata e krijojnë lëvizjen për çlirimin e vizave shqiptare të Kosovës edhe jashtë Kosovës, e krijojnë lëvizjen. Mirë po, përveç që e krijojnë lëvizjen, ata e nxjerrin edhe një revistë lajmtare i lirisë, përmes të cilës i kanë shtyp atje në Gjermani dhe i kanë dërgu ilegalisht në Kosovë dhe ato janë shpërndarë për informacion të popullatës, përgatitja e popullit për vetë mbrojtje. Këto fletushka, këtë revist e ka bart Nazmi Selmanaj, domethënë bashkëveprimtar i Nimonit, dhe është krijuar këtu në shtëpinë tonë që kjo grupi i Deçanit, për komiteti i Deçanit në përbërje prej 11 anëtarëve. Shumica prej tyre sot nuk janë, po unë e di që i kom njoft që kanë ardhur vazhdimsi kontaktet me prindin, Jashar Saliu, Hasan Ukaxhaj, Abdullah Sametaj, është zgjedh kryetari i grupit Deçanit zoti Smail Haradinaj, Nimon Mustafaj është propozuar për Jusufit me qenë kryetari që saj lëvizje dega në Deçan, mirë po për shkak të modestisë, për shkak se Nimoni to e ditë afërsinë e familjes tonë me familjen Gërvalla, ka qenë në fakt modest, edhe thot le të merr, domethënë është zgjedh Ismail Haradinaj kryetari i degës. Kurse 10 tjetër ka qenë anëtarët e kryesisë së këtij komiteti. Domethënë aty e kemi fotografinë që muj me dëshmu, janë të gjithë anëtarët aty edhe Gjavit Hoxha është edhe janë profesora të lamive të ndryshme, janë dhe kanë funksionuar si
treshja e artë. Do më thonë, Nimoni i ka njoftë edhe 2 tjerë. Avdullah i ka njoftë edhe 2 tjerë. Personi i tretë i ka njoftë edhe 3 tjerë. Dhe ka shku, do më thonë, treshje në vazhdimësi, edhe o hapë rjetin në nivel Kosovës. Qëllimi, unë e kam pyet pse kjo formë e organizimit, ai ma ka shpjegu se kjo ka qenë për sigurinë me rujt sekretin, me rujt njerëzit që mos më ra, do më thonë, komplet njerëzit që në marrë me këto aktivitete, mos më ra, do më thonë, në bugjet e kazamatave e serbe në atë kohë. Por aspiratat e tyre dhe qëllimet të thotë se nuk zgjatën shumë, sepse të gjithë pas një kohë të shkurtër u arrestuan nga pushteti huaj. Jusuf Gërvalla e ka angazhue Nimon Mustafen që me kontaktue hoxhen Imam Gjakov, njërë që mos me lon anash as religionin, po mu kyç, do më thonë, edhe religioni, edhe intelektualt, edhe populata, me qenë më botë gjithë një që me kundërshtue regjimin e asaj kohe, që ka qenë, do më thonë, shumë i vështirë, që kanë pas, janë burgos njerëzit, janë torturu njerëzit, janë dënuar me të madhe njerëzit e kështu me radhë. Tash si vazhdimsi i kësajna, UDB-ja Jugoslave e merr informacionin pas gjithë aktiviteteve që i kanë zhvilluar, i kanë bë, dhe Nimon Mustafaj kur del me 3/6, do të thonë me datën 3 në muj 6, po, del nga shkolla, masi e kryen orarin zyrtar të punës, parë në shtëpi UDB-ja Jugoslave nuk e lejojnë me ardha të shtëpia. Më kujtohet shumë mirë, ma ka përmend, thot, kryut bashi i UDB-s në atë kohë ka qenë një farë angjellku, po mirë po bashkëpunim me ta, edhe prezent kur është burgos Nimon Mustafaj, ka qenë edhe një shqipfolc nga fshati Baballaq i komunës Deçanit, është i shënuar në biografi, për shkak të, më thonë, për shkak të modestisë nuk pe ekspozoj, se është i evidentum ai person, do më thonë, në të gjithë në listat legjitime të gjithë bashkëpunëtorëve që kanë qenë, që kanë bashkëpunuar në atë kohë, e kanë burgos me përcjelljen e policisë dhe e kanë dërguar në paraburgim në burgun e Pejës. Me 3 edhe pej datës 3 dhe me datën 6, do më thonë, këtu fillimisht o burgos kryetari i komitetit Deçanit, Ismail Haradinaj. E ma vonë janë burgos edhe gjithë antarët tjerë këtij komiteti. Kur e kanë kompletu, do më thonë, krejt antarët e kryesisë të komitetit të Deçanit, atëre është majtë seanca gjyqësore në Pejë, në të cilën seancë janë thirrë një farë paragrafi 136 alineja 2 në atë kohë për veprimtari armiqësore ndaj shtetit të ish Jugosllavisë, rrezikime ku e diun si i kanë quajtur ata, dhe ju kanë shqiptuar dënimet nga 3 deri në 15 vite burg gjithë grupit që janë burgos. Fadili tregon se 11 antarët e grupit të Deçanit u dërguan në burgjet e ish Jugosllavisë dhe aty edhe ai si djali i Nimonit filloi të përjetojë realitetin ashpër të kohës në të cilën jetonin. Ma vonë, pak ditë ma vonë, do më thonë ka shtatori, ka shtatori i atij viti, gjithë këta të burgosun i transferojnë në burgjet e ish Jugosllavisë, do më thonë në rajonet ndryshme. Prindin ton, Nimonin, me Gjavit Hoxhen, bashkëveprimtar nga Joniku, këta i transferojnë në burgun e Leskovcit. Një burg famkeq. Atje unë kam përjetu në vizita lloj-lloj provokimesh, lloj-lloj torturash, lloj-lloj, cilat mja treguar gjeneratave të reja, mendojnë që ju të treguar në film horror. E lemo njerëzit që kanë qenë burgosën në atë burg. Në burgun e Leskovcit
ka qenë i burgosur edhe Katri Kryeziu, që ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, edhe Nasim Haradinaj, djali i Ismail Haradinajt, domethënë në burgun e Leskovcit. Me lirimin nga burgu, ai thot se 11 vite babai qëndroi i papunësuar sepse nuk i lejohej askund punësimi, por dashamerët sipas tij kurrë nuk harrojnë. Mas përfundimit të burgut, lirohet prej burgu, kthehet në familje. Në atë kohë, unë e di se shkollat i paten largue personelin e shkollave, i paten larguar nga objektet shkollore, regjimi i asaj kohe. Dhe shkolla kalon nëpër objekte private. Nga viti 1000 nga momenti kur është liru prej burgut deri në vitin 1990, në plotni 10 vite ka qenë i pa punë. Ka jetuar në familje. Mirë po fal një solidariteti për quaj edhe një kulturë të mirëfillt që ka ekzistuar në atë kohë, që e përmena me nostalgji. Vllau i Nimonit, i vetmi vllau Miftar Mustafaj, ka qenë punëtor fizik në Gjermani, i cilin unë e falenderoj shumë, se falti na, domethënë kemi mbijetuar në atë kohë, se prindi pa punë ka qenë për 10 vite të plota. Bile nuk mund me harru edhe rastin që prindi e ka bënë një veprim që sot i pakti vllau e bën për vllau. Ja ka ble një vetur në atë kohë që ka kushtu një çmim super çmim, vetëm mos me pa keq njerëzit me thonë vllau i Miftarit, profesor Nimoni, omet po lëviz me kam, omet keq pa punë, do të thonë ja ka ofruar çat shpërblim për cilin na jemi mirënjohës për tonë jetën, se është një ner i madh që i ka bën vllaut vet, po edhe ne si familje. Në vitin 1990, tash mas vitit 1990, kur kalojnë në objekte private, shkolla fillore Drita në Gramacel e fton, domethënë drejtoria e shkollës e fton me u kthy në vendin e punës. Të cilën ofertë Nimon Mustafa e pranon, edhe fillon prap me punë në të njëjtën shkollë që ka punu, si profesor, si arsimtar në shkollën fillore, i Londës, histori edhe gjeografi. Aty ka punue, domethënë për 3 vite, 1990-1993. Në vitin me 1 shtator të vitit 1993, drejtoria e shkollës edhe drejtorati i arsimit komunës Deçanit e ftojnë më kthy në shkollën Hasan Prishtina në atë kohë. Ka pas emrin Hasan Prishtina në Guaçan, e më vonë që sot e ka Herojt e Dugaxhinit, dhe është kthy aty për 1 vit, ka punu si arsimtar i të njëjtës lande, histori dhe gjeografi. Mas 1 viti, domethënë me 1 shtator të vitit 1993, e emnojnë drejtor shkolle në shkollën në atë kohë Hasan Prishtina, sot Herojt e Dugaxhinit në Guaçan. Aty ka qenë e ka ushtruar profesionin e drejtorit shkollës deri në fillimin e luftës. Kontributi i tij, babait dhe 3 vëllezërve të tjerë vazhdoi edhe në kohë lufte, të gjithë ishin pjesëmarrës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në momentin kur ka filluar lufta, Nimon Mustafaj kyçet në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës bashkë me 4 djemt, po bashkë edhe me krejt familjen Mustafaj. Më thonë, gjithë ata njerëz që kanë qenë me moshë, që i kanë plotësuar kriteret, janë bashkangjitur pa hezitim, domethënë deri në përfundimin e luftës të fundit në Kosovë. Ne si familje kemi, domethënë, dëshmore, kemi invalid sa dush, po e kemi pas obligim, se ja kemi obligim vendit tonë dhe vetvetit, edhe familjeve tona. Mas përfundimit të luftës, prap emërohet drejtor shkolle në të njëjtën shkollë, tash shkolla Herojt e Dugaxhinit. Atë mandat e ka vazhduar deri në pensionim, domethënë në vitin 2006, ku edhe pensionohet për shkak të moshës, domethënë i ka plotësuar kriterin e moshës 65 vjeçare dhe
nga pozicioni i drejtorit, pensionohet dhe e vazhdon pjesën e tjetër të jetës si pensioner, pranë familjes dhe kontaktet me bashkëveprimtarët e çështjes kombëtare.